është pikërisht Rama që më sa duket ka dashur të tërheqë vëmendjen siç bën zakonisht dhe që të paktën në median britanike një pjesë të caktuar të saj mori një reagim goxha shumë të ashpër pasi disa e cilësuan si kryeministin vizitor etj etj. Por ndoshta çfarë është me rëndësi është të vazhdojmë me kryeministrin ton, po themi Keir Starmer, nesër shqiptar britanik, pasi emigracioni një ndër problemet më të mëdha britanike dhe që sidomos në këto ditë kur me sa duket sot ishte lajmi i fundit që u konfirmua po themi nga BBC-ja që Franca është dorëzuar për sa i përket ndihmës ose angazhimit të saj për të ndaluar emigracionin në drejt Britanisë në La Manche. Dhe ky është lajmi më i keq për Starmerin, i cili ka qenë një ndër promotorët asaj që do të quajte për ndalimin me çdo kusht dhe me çdo çmim të emigracionit të paligjshëm në Britani. Mirë, po sipas statistikave të paktën 36.800 diçka emigrantë të paligjshëm që kanë ardhur deri tani, që kanë plotësuar numrin sa ka qenë numri i vjetshëm i emigrantëve. Pra një mënyrë ka dështuar qeveria duke bërë që krahu konservator dhe jo vetëm, sidomos i Nigel Farage, barbait e Brexit, të rritet jashtëzakonisht ndjekshëm, frikshëm, duke bërë që britanikët një mënyrë të humbin besimin jo vetëm të laboristët por edhe konservatorët